Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë si u gjejmë edhe në një emision këtu, një ditë në jetë. Shumë herë kemi cekur, ja vlen ta cekim prapë, që e ardhmja nuk është e sigurt, ndërsa e djeshmja nuk kthehet më. Ne kemi sotit dhe duhet ta jetojmë si një ditë dhe si një mundësi për ta nderuar Perëndin dhe për t'u shërbyer njerëzve në çfarëdo mënyre që ne kena mundësi. Miq të dashur, sonte jemi të nderuar që në mesin ton të kemi Erjona Grabocka, që më shumë do të dëgjojmë nga jeta e saj dhe çdo gjë që ka kaluar për ma ardhur në pikën ku është sot. Dhe çfarë ne kemi zgjedhur të bisedojmë sonte si temë është fuqia e unitetit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, Erjona. Mirëmbrëma, pastor Rithon. Jam me vërtet shumë e gëzuar që jam tu. Edhe ne jemi të gëzuar, edhe ne jemi të bekuar dhe të nderuar të kemi në mesin ton në këtë emision dhe jam i bindur që sonte audienca do të jenë të bekuar nga ajo se çfarë do të mësojnë dhe të marrin nga ti. Si çdo mysafir tjetër që un kam pasur këtu, pyetja parë ka qenë pikërisht kjo. Si mund t'ja sjellim këtë realitet të gjithë njerëzve që janë duke na dëgjuar edhe nga ana juaj që ne vërtet e kemi vetëm një ditë në jetë? Të realitet neve që mund t'ja sjellim njerëzve është, për mua personalisht, mund të flas domethënë, është vetëm nëpërmjet Jezusit, vetëm nëpërmjet dashurisë së Zotit, vetëm nëpërmjet punës së Tij në ne, edhe nëpërmjet nesh. Neve mund të prekim njerëzit, mund të prekim jetë, edhe jo vetëm i prekim, por ato edhe ndryshojnë nga fuqia e Zotit. Edhe unë nuk mund, një gjë që unë kam parë pastor Driton në çdo marrëdhënie time, si marrëdhënia me familjen time, jashtë familjes time dhe në shërbesën time, është puna e Zotit në ne edhe nëpërmjet nesh që arrin të influencoj çdo lloj jete ose t'japi një mesazh. Çdo njeriu që neve na shikon drejt për drejt apo dhe nëpërmjet ekranit. Atëherë, përpara se të vim dhe të flasim për temën si fuqia e unitetit, do vim tek një pyetje më shumë rëndësi për dëgjuesit tanë. Kush është Erjona? Kush është Erjona? Si erdhi Erjona deri në këtë shërbesë ku je duke shërbyer sot? Falë Zotit Jezus, unë jam lindur dhe rritur në një familje ateiste, ku nuk është folur ndonjëherë për anën frymore, për anën shpirtërore, dhe në moshën 9 vjeçare kam patur takimin tim parë me Zotin, me dashurinë e Tij, që nga ai momenti edhe deri kur unë kompletja dash jetën e Jezus në moshën 23 vjeçe, unë kam patur në mënyrë të shpeshtë takime frymore me Zotin, ku ai më ka folur në zemrën time me një zë që mund ta them audible, domethënë në zë vokal, që më ka thënë domethënë unë të kam zgjedhur ty, I've set you apart, domethënë të kam ndar në veçanti edhe ti më përket mua, ti do më shërbesh mua. Edhe unë të gjithë zëra që unë kam dëgjuar që nga një moshë shumë e vogël deri kur unë kam qenë në një moshë 23 vjeç në Budapest, unë komplet ja dash jetën e Jezusit, atëre këto kanë qenë zëra që unë i kam mbajtur për brenda vetes sime, sepse mendoja domethënë që unë po t'ja them dikujt, edhe nuk kam patur shok krishter ose një njeri që ka qenë i hapur ndaj anës shpirtërore, edhe mendoja që njerëzit do kujtonin që unë kam qenë një njeri, domethënë që dëgjoj zëra ose kuptonin there is something wrong with me, domethënë që diçka s'është rregull. Po, nuk është rregull me mua. Po në momentin që unë dash jetën e Jezusit, atëherë çdo gjë në jetën time mori kuptim. Për sa i përket shërbesës sime, për sa i përket marrëdhënies sime me Zotin, dhe në momentin që unë pastor Driton, unë jam përullur Zotit edhe unë ja kam dhënë jetën atij, unë kam patur një konvertim radikal, domethënë në sensin që javën e parë që unë ja kam dhënë jetën Zotit,
unë i kam thënë, nga që kam patur ato bindje përpara gjithë këtyre vite që më ka folur mua, dhe unë e dija që gjëra që unë kam bërë përpara nuk mund t'i bëja më, shoqërinë që kam patur përpara nuk mund të shoqërohesha më, gjëra që unë kam parë përpara nuk mund t'i shikoja më, gjëra që kam dëgjuar përpara nuk mund t'i dëgjoja më, ose nuk mund ta vija veten në pozicione që unë do lëndoja Zotin tim, ose që nuk do i jepte lavdi Zotit tim. Dhe kjo lloj bindje ndaj Jezusit mua më bëri domethënë që të eci përpara në njohurinë, në mençurinë, por edhe në dashurinë e Zotit. Edhe neve kur dorëzohemi 100% Jezusit, atëherë shpirti i Zotit ka fuqinë domethënë që të marri në dorëzim zemrën tonë, mendjen tonë, mendimet tona, ndjenjat tona, emocionet tona, dhe ai i drejton. Kur ai i drejton, atëherë ne shikojmë fryte, edhe frytet janë të mira. Edhe unë sot qëndroj domethënë edhe përpara teje, përpara çdo njeriu që neve na shikon, unë jam produkt i mëshirës së Zotit edhe i dashurisë së Zotit. Por gjithmonë domethënë edhe dua ta emphasize this, domethënë dua përkufizoj? Po, që kjo ndodh vetëm nga përullësia jonë pas së driton. Në qoftë se neve i përulemi Zotit, atëherë Zoti neve na ngrin. Riona, shumë faleminderit për këtë që ti je duke ndarë me ne. Unë jam i bindur që dëgjuesit janë më shumë interes të kuptoj një gjë, kështu ka ndodhur me jetën time. Ka qenë një periudhë kohës, ashtu sikur ti e përmendë që ti edhe unë kemi dëgjuar zërin, thirrjen e Zotit. Ndoshta dikush ka profetizuar për neve që këto janë gjëra që Perëndia dëshiron t'i bëj me mua dhe me ty, por tani ti je duke shërbyer në Amerikë. Si ka ardhur ky moment, sepse diçka ka ndodhur kur ti ke ardhur në atë pikën, okay, Zot, unë tani të dorëzohem ty. Kur ai më ka thirrur mua për shërbes të plot, ka qenë një 16 vjet përpara, kur unë kam qenë në Evropë para se unë të shkoj në Amerikë. Edhe kur ai më thirri mua, unë pata sfidë me atë se tash jo nuk dua ta bëj. Po gjithmonë kur neve sfidojmë me Jezusin ashtu si Jakobi sfidoi, Zoti fiton në fund fare, domethënë që neve mundohemi që ta challenge God, e ke parasysh. Dhe i thash, jo nuk ikën në Amerikë. Edhe ai ma solli jetën mua në Budapest, aty kam jetuar për para 16 vjetëve, në një mënyrë që çdo gjë tjetër mua nuk më este në jetë, mu bllokua pothuajse çdo gjë, ishte si thua, he forced me out, dhe përse që ai më forcoi edhe më shtyr që unë të ecja në planin që ai kishte bërë, por gjithmonë me dashuri, gjithmonë me mirësi, Zoti gjithmonë ecën me zërin e dashurisë. Edhe e mora vendimin, erdha në Amerikë, ama kur unë e mora vendimin për një shërbes të plot, atëherë unë vendosa që unë do vdes tek Eriona për çdo gjë që ka të bëjë me Erionën, që Jezusi brenda meje të jetoj në kapacitetin e plot. Sepse nëse unë e lejoj Jezusi që jeton brenda meje të dalin nga unë në kapacitetin e plot, vetëm atëherë unë mund të shikoj një influencë që avancon mbretërinë e Zotit edhe jo agjendën time personale. Edhe kjo është shumë e rëndësishme si shërbëtor të Zotit, sepse ne kemi vetëm një agjendë, është agjenda e mbretërisë së Zotit. Edhe ajo vjen vetëm anë të përuljes. Edhe kur neve i themi po, thirrjes së Zotit, si një shërbes të plot, si pastor, ose mësues, ose çfarëdo lloj zyre të 5 zyrave që kemi si të krishterë, domethënë, atëherë në qoftë se nuk vjen nga një pozicion që siç është në Galatas, edhe ajo është my scripture, shkrimi po që Galatas 2:20, 2:20 që Pali thot, unë nuk jetoj më, por Jezusi jeton brenda meje. Edhe jetën që unë jetoj nga besimi në Zotin Jezus që dha jetën për mua. Edhe ajo është moto edhe shkrimi që unë e eci jetën time, sepse këtë i tharë Zotin, në qoftë se unë do bëj gjithë të sakrificë, edhe do mundohem të shërbej ty,
Më mirë ta bëj 100% se ta bëj 50% ose 20% dhe nuk do arrij atë që Zoti ka për plan që unë të arrij. Kështu që është një vendim shumë i rëndësishëm për neve si shërbëtor të Zotit në një zyrë që Zoti na ka thirrur, që ai do na kërkojë neve llogari për atë që neve do bëjmë, që na ka besuar. Ajo është çfarë ti po flet, po më jep me kuptu, domethënë shumë historinë e Bibël që përgatitja nuk është e lehtë për një besimtar deri te thirrja, sepse ne lypim ndonjëherë gjërat në kohën tonë, por Perëndia ka kohën e tij dhe jam i lumtur që ti ke prit për kohën e Perëndisë dhe je ku je, por prapë më kujtohet një gjë sepse entuziazmi yt për të ndarë ato që shfaqet brenda meje, më kujton një herë një pastor kur kishte thënë, ju lutem mos më bëni të flas për Perëndin tim, sepse s'mund të ndalem se çfarë ka bënë në jetën time. Kështu që faleminderit që në pika të shkurta ne dëgjuam për Erionën, për jetën e Erionës, për lëvizjen nga Shqipëria deri tani ku je atje në Amerikë dhe jemi të lumtur që të kemi kthyer për një kohë në Kosovë. Edhe unë jam shumë e gëzuar që jam këtu. Është vullneti i Zotit. Zoti ka një arsye pse, edhe jam shumë e lumtur që të përdorem. Është privilegj për mua të përdorem nga Zoti. Jemi të bindur që nuk je rasist, por Perëndia ka pas plan që të jesh këtu për shumë gra dhe vajza gjatë konferencës që kemi këtu. Tani të kthehemi tek tema. Kuptimi i unitetit. Çfarë kupton me unitet? Dhe pse është e rëndësishëm uniteti në komunitet? Mua më tani uniteti si temë ose si bindje është një nga thirrje më të mëdha të thirrjes sime personale që Zoti më ka dhënë dhe në Amerikë, domethënë ku unë ndodhem tani. Gjëja që unë jam duke luftuar më tepër në atë që Zoti më ka besuar është që të lejoj Zotin të më përdori që të unifikoj kisha dhe trupin e tij në Amerikë ose kudo që unë shkoj. Tani pse është e rëndësishme për Zotin uniteti? Ne shikojmë shumë, domethënë, si në dhjatën e vjetër, po dhe në dhjatën e re, sidomos, Pali flet shumë për unitetin. Duke filluar Galatas, libri Galatasve, Ephesians, Efesianët, Filipianët, ai flet shumë për unitetin, edhe fut gjithmonë unitetin, pse uniteti është çfarë nxit zemrën e Zotit të lëvizi në komunitete, të lëvizi në qytete, të lëvizi në shtete të ndryshme. Pse? Kur Zoti neve na ka krijuar si një barje dhe lutja e Jezusit përpara se tikte që ai u lut edhe për dishepujt, edhe për ato që do vinin. Ai Jezusi tha Atit, let them be one as we are one. Do më thënë në shqip që bëj që dhe ato të jenë një siç ne të dy jemi një. Tani pse duhet jemi neve një në Zotin? Mua është një zbulesa me madhe që mua Zoti më dha për unitetin dhe fuqia që uniteti ka, është tek tregimi biblik që neve lexojmë ke Babel Tower. Kulla Babelit? Kulla Babelit, faleminderit. Te kulla Babelit. Te kjo kulla neve e dinë më të njerëzit erdhën së bashku, ato flisin një gjuhë së bashku, imigruan nga lindja edhe flisin një gjuhë së bashku. Tani ato vendosën të krijonin këtë kullën që asnjëri të mos i ndante ose mos i ishte apart. Tani vendimet e tyre erdhën nga një zemër që nuk ishte në vullnetin e Zotit. Ama kur Zoti e pa çfarë ato po bënin, edhe ato nuk vetëm e diskutuan, edhe erdhën në unitet së bashku, por ata filluan ta vinin në punë ato që ato vendosën të punonin së bashku. Domethënë, ato erdhën në një mendje, në një zemër, ranë dakord së bashku, edhe filluan duke ndërtuar diçka konkrete së bashku. Jo vetëm ranë dakord, por ato filluan të ndërtonin. Kur filloi të ndërtonin atë kullën e madhe, Zoti i pa nga parajsa, edhe është vetëm varg që Zoti thotë, neve duhet të shkojmë poshtë, duhet i konfuzojmë gjuhët atyre, sepse në qoftë se njerëzit bien dakord për diçka, në një mendje dhe në një zemër, asgjë nuk do jetë e pamundur për to për të arritur. Është shumë e fuqishme. Tani ato janë njerëz që nuk besonin tek Zoti, edhe imagjino Zoti than, o burra shkojmë poshtë, duhet i konfuzojmë, t'i ndajmë, sepse po i lam siç kanë filluar, gjëra më të mëdha do bëjmë, edhe asgjë nuk dihet e pamundur për to. Tani imagjinoja pastor Dreton,
Në qoftë se neve si trupi Krishtit, motra dhe vlezër, vim së bashku, në një zemër, në një mendje, në një shpirt, një Zot, një birë, apo jo, vendosim së bashku të ecim në unitet, edhe neve fillojmë ndërtojmë së bashku, jo vetëm lutemi së bashku, po edhe ndërtojmë së bashku fizikisht, asgjë nuk do jetë e pamundur për ne për të arritur. Amen. Sepse neve tani ja bëjmë Zotin. Asgjë nuk është nuk është e pamundur që të shikosh qytete që të rizjojnë për Jezusin. Nuk është e pamundur që të shikosh shtete të rizjojnë për Jezusin, ku ka unitet në trupin e Krishtit. Në Bibël shkruhet, shtëpia që është ndarë midis vetvetes nuk qëndron dot. Edhe një nga fuqit ose armët më të mëdhaja që Satani ka për drejt të krishterëve është që t'i ndajë ato dhe t'i mbajë të ndarë. Pse? Kur ne jemi të ndarë, ne s'kemi fuqi. Ne nuk bëjmë dot absolutisht asgjë. Edhe prandaj na mban neve të ndarë. Por nga që nuk kemi zbulesën e unitetit, atëherë neve qëndrojmë në një vend ku jemi të vakët, ku jemi të lodhur, ku jemi pa fuqi, jemi pa shpresë, jemi të dekurajuar, edhe nuk e shikojmë dot vizionin e madh që Zoti ka për të avancuar mbretërinë e Tij. Eriona, jemi në një pikë shumë të rëndësishme. Jemi duke folur për diçka që është më shumë rëndësi për trupin e Krishtit. Po. Përpara se të kaloj tek pyetja që është pakës më e thellë, unë dua të pyes, ndoshta edhe dëgjuesit do të jenë të interesuar të dëgjojnë. Ndonjë diçka, domethënë unitetin në mënyrë ekipore. Ndonjë dëshmi nga jeta juaj se si ka pas sukses kjo gjë që të inkrajosh edhe audiencën tonë, pastora, drejtues dhe kisha kosovare, Shqipëri, kudo që ka shqiptar. Patjetër. Vizioni që Zoti më dha mua për unitetin e kishë ka qenë në 2019. Dhe evenimenti i parë që unë kam bërë domethënë në Amerikë, që ka qenë Citywide Revival për një qytet Santa Clarita. Dhe ka qenë shumë breslëne për mua pastor drejtam, sepse ka qenë evenimenti im i parë. Edhe Zoti më tha domethënë në një vizion, Eriona mblit të gjitha kishat e Santa Claritës në një natë adhurimi dhe lutje, sepse unë dua të unifikoj kishat. Tani Santa Clarita ka shumë kisha me denominacione të ndryshme. Denominacionet nga njëra me tjetrën kanë shumë diferenca. Edhe diferenca sjellin, jo po unë s'pe pëlqej këtë, jo po ti se pëlqen këtë, jo po unë kshu, jo po ti kshu, edhe i kemi syt drejt njëri tjetrit në vend të mbajmë syt drejt Perëndis. Edhe kjo sjell më tepër ndarje. Tani kur Zoti më dha mua këtë televizioni, unë nuk njeh absolutisht asnjërin në atë qytet, përveç se kishte sime ku unë shërbeja si staff member, domethënë që punoja në atë kishë. Edhe duke parë domethënë se Zoti më përdori, neve në 2024 në maj 31 patëm një rizim të madh në këtë qytet, domethënë mblodhen 56 kisha të ndryshme, denominacione të ndryshme në një natë adhurimi dhe lutje që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Tani unë i vura 52 pastorë në stage për të lutur. Edhe unë kur i pash të gjithë, domethënë në stage, gjithë secili mori nga 30 sekonda. Edhe kaloni mikrofonin njërin mbas tjetrit. Edhe isha poshtë. E di çfarë më tha Zoti? This pleases me, Eriona. Mua më pëlqen kjo. E thash atë, i thash, çfarë do lloj gjëje që të pëlqej ty, neve duhet ta bëjmë. Uniteti i pëlqen Zotit. A mund ta përsërisim edhe herë këtë gjë? Çfarë do gjëje? Çfarë do gjëje çfarë do gjëje që të pëlqej ty, neve duhet ta bëjmë. Amen. Edhe është ka qenë një që unë sot e kësaj dite gjithmonë kur e shoh dhe e kujtoj domethënë mallëngjem. Pse? Sepse neve i krijojmë zemrën së Zotit kaq shumë dhe kurajime, edhe neve e largojmë ose sa them mund të quench the Holy Spirit
si tojt shqip quench, do me thënë shpirtin e shenjë që... Mos e shuaj. Do me thënë që e trishtojmë me krahasimet e njëri tjetrit, e trishtojmë me tashatemet, e trishtojmë me smirën, e trishtojmë me xhelozin, e trishtojmë me shumë aspekte të tjera që vinë nga ana mishore, nuk vinë nga ana frymërore, sepse Zoti dhe unë dua ta theksoj këtë, domethënë, neve nuk mund të ndjekim një zot shpirtëror duke ecur në frymë, në mish. Neve mund të ndjekim një zot shpirtëror vetëm duke ecur në anën shpirtërore. Domethënë shpirti im ecën shumë ngjitur me shpirtin e Zotit, në një agreement, in one accord, domethënë në unitet. Kur shpirti im është në unitet me shpirtin e Zotit, atëherë unë vë një buzëqeshje në fytyrën e Zotit tim. Por në qoftë se unë mundohem të ndjek një zot shpirtëror në mish, në anën time njerëzore, atëherë unë do t'i sjell trishtim shpirtit të shenjtë. Wow. Do kthehemi tani aty ku thamë që do shkojmë pak me të thella. Sipas Biblës, fuqia e unitetit, unë i kam shkruar të bëj nga 2 pasazhe me shumë rëndësi, njërin veç e përmende, në Psalmin 133, flet për fuqinë e unitetit. Do ta lë ty të flasësh. Dhe në të dytën që ti e përmendën pak, e shohim lutjen e Jezusit tek Gjoni 17. Dhe aty, më shumë se 5 herë, përmendet rëndësia e Jezusit që u lut për unitetin. A mund të na japish pak këtë fuqi në bazë këtyre 2 shkrimeve, se pse është kaq e fuqishme uniteti sipas shkrimeve? Tani, për mua gjithmonë fjalët e Zotit në Bibël janë shumë të rëndësishme. Edhe prandaj janë në disa përktime janë të shkruara në të kuqe. Dhe më thënë tekstojnë diçka më... Unë për herë të parë, kur e kam lexuar lutjen e Jezusit, dhe më thënë zemrën që ai kishte, kur shkoi përpara Atit, edhe Jezusi asnjëherë nuk luteshe kot. Fjalët e tij, më thënë gjithmonë kur shkonte tek Ati, kanë qenë shumë domethënëse. Dhe ajo lutje që Jezusi i dha të Atit, edhe rëndësia për Jezusin që kishte që të luteshe tek Ati për unitetin ton, mua më qoj të kuptoj, domethënë, në qoftë se Jezusi si biri i Perëndis e pa që ka shumë rëndësi që neve të ecim në unitet së bashku si trupi i Krishtit, atëherë sa më tepër rëndësi duhet ketë për neve si të krishterë, që neve duhet bëjmë të pamundurën tonë, që neve të ecim në unitetin e frymës së bashku dhe mos lejojmë asnjë gjë, absolutisht asnjë gjë që të vi edhe të na ndajë, edhe qoftë se neve nuk bijem dakord për diçka, sepse pas e drejton, në qoftë se neve vendosim të shikojmë tek njëri tjetër në për detaje, çfarë nuk pëlqen tek njëri tjetri, gjithmonë do gjejmë diçka. Sepse ecja ime shpirtërore nuk mund të krahasoj me ecën tënde shpirtërore. Çdo njeri ka nivele zbulesi që Shpirti i Shenjtë i jep, edhe ne jemi gjithmonë në proces rritje me Zotin. Asnjëherë nuk e kam arritur komplet ose nuk kemi të përsosur. Çdo ditë kemi zbulesa të reja në frymë për fjalën e Perëndis. Edhe nuk mund të them dhe më të zbuldesin që ka mund, dhe ti nuk e ke dhe unë them dhe më dhe si nuk beson ti si që besoj, unë të rëbë, gjithmonë të ta i gjem diçka, për në qofë se unë vite këty dhe më thënë, edhe unë të imbres ty si vëlla në Krisht, dhe më thënë unë të përqafoj ty bisedat e tua si vëlla në Krisht, me dashurinë e Zotit, nuk ka vënd atje për division, për ndarje. Po, nuk ka vënd ati që unë të knaq forcat e darkness, kupton ti, forcat e djallit errësirës, sepse unë i bëj qefin djallit. Por, qëllimi im më i parë është që unë t'i bëj qef Zotit, që unë t'i bëj një buzëqeshje Zotit. Edhe çfarë është e rëndësishme për Zotin, duhet të jetë e rëndësishme për mua. Domethënë, qëllimi im i parë i jetës time, si ecje, si e krishterë, është që unë të bëj atë që është e rëndësishme për Zotin. Çfarë është e rëndësishme për Jezusin? Uniteti i trupit të Krishtit. Dëgjoj, sepse jo vetëm për atë pas të drejton, domethënë që unë t'i bindem Zotit, por është
fuqia që neve kemi kur jemi të unifikuar bashkë si trupi Krishtit. Kemi shumë fuqi nga ana frymore, shpirtërore, sepse neve nuk luftojmë njëri tjetrin, gjakë dhe mish. Lufta jonë nuk është me njëri tjetrin, lufta jonë është luftë shpirtërore. Ne luftojmë forcat demonike. Është shkruar tek libri i Ephesians, kapitulli 6. Luftën që neve kemi si krishterë, nuk e kemi njëri tjetrin, dhe këtu gabojmë neve, sepse neve luftojmë njëri tjetrin. Neve nuk duhet luftojmë njëri tjetrin, ne duhet luftojmë gjëra shpirtërore. Edhe e vetja mënyrë se ne mund t'i luftojmë edhe t'i kombat këto fryma shpirtërore, qose ne jemi të bashkuar së bashku. Biblia është shumë e qartë, nëse dim për diçka që është e mirë dhe nuk e bajmë, është mëkat. Dhe pikërisht tek Psalmi 133 thotë që Perëndia ka vënë bekimin në përjetësi, në unitet. Prandaj, nëse ne duam bekimin, ne duhet jemi të bashkuar. Ne duhet jemi të bashkuar. Amen. Dhe duket sikur kisha parë e vëri në praktik shumë lutjen e Jezusit. Sepse e lexojmë shumë qartë te Veprat e Apostujve kapitulli i 2, nga vargu 42 deri në 47 thotë që ata thotë çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe thotë që edhe çfarë posedonin nuk thoshin që është e imja. Dhe jo në disa gjëra tjera që ata i kanë bërë, por unë dua të kthehem te ti me një pyetje, sepse thotë duke i bërë këto gjëra, ata e fituan simpatin e njerëzve dhe Zoti shton te kishës. Normal. Njerëzit. Çfarë duhet të bëjmë ne? Si kishë të vim këtë pikë, ta fitojmë simpatin e njerëzve jashtë, sepse kështu thot Biblia shumë qartë, duke i bërë këto gjëra, ata fituan simpatin e njerëzve. Pastor Driton, ti po më bën një pyetje mua që është shumë e vështirë për shumë njerëz ta bëjnë, po dhe në radh parë ta dëgjojnë. Është e vështirë dëgjosh gjëra që janë vështira për të bërë. Edhe çfarë neve duhet bëjmë si trupi i Zotit për të arritur në Veprat e Apostujve që neve të ecim, siç ecën gjenerale që shkuan përpara nesh. Ne duhet përulemi. Ne duhet përulemi. 2 Kronikësve 7:14 thotë, në qoftë se populli im përulet, ndarja vjen nga krenaria. Ndarja vjen nga krenaria. Krenaria nuk vjen nga Zoti. Krenaria vjen nga djalli. Kur neve kemi në zemrën tonë smir, xhelozi, krahasojmë shërbesat e njëri tjetrit, krahasojmë gjëra domethënë që janë absolutisht nuk kanë asnjë vlerë për ecjen tonë si të krishterë, atëherë neve nuk e kemi përulur veten tonë sa duhet përpara Zotit, ose atë kemi përulur shërbesën tonë sa duhet përpara Zotit, sepse Zoti punon vetëm nëpërmjet njerëzve që janë të përulur. E them prapë sërish, Zoti punon vetëm nëpërmjet njerëzve që janë me të vërtet të përulur. Jo të përulur që ti tregosh të tjerëve unë jam i përulur, por të përulur përpara prezencës së Tij, të përulur përpara fjalës së Tij. Unë kur i bindem fjalës, atëherë tregoj që unë jam komplet i përulur përpara Zotit. Tani përulësia çka kërkon, Pastor Driton, që unë të vdes çdo pritshmëri e time që unë kam. Fama, leku, matësia e kishës, matësia e shërbesës, kush ka më tepër, sa members ka kjo kish, ose ajo kish, sa leka kjo kish ose ajo kish, ose sa e madhe shërbesa jote ose imja, çfarë besimi ke ti, çfarë besimi kam unë. Këto gjëra nuk janë nga Zoti. Kur neve i vdesim këtyre gjërave, do të thënë që duhet të them që neve nuk kemi asnjë lloj pritshmërie ndaj këtyre gjërave, por vetëm pritshmëri që neve kemi është Zot, çfarë duhet bëj unë sot që të të bindem ty. Si ta përul vetëm më tepër përpara teje që unë të eci në bindje të plotë të fjalës tënde. Edhe shumë e vështirë ta bësh, pse? Sepse duhet paguash një çmim. Çmimi është i lartë.
Të gjithë duan të përdoren nga Zoti për gjëra të mëdha. Zoti nuk thërret njerëz të mëdhenj. Zoti thërret njerëz për ulur. Zoti nuk përdor njerëz të mëdhenj. Zoti përdor njerëz për ulur. Zoti nuk përdor njerëz famos. Zoti përdor njerëz për ulur. Përulësia është çelësi. Përulësia është çelësi që neve mund të kemi dhe një influencë sa do të vogël në vendin që Zoti na ka thirrur neve. Edhe unë besoj, pas të drejtoj me gjithë zemër besoj, kur trupi i Krishtit vjen së bashku në unitet, asgjë nuk është e pamundur për ne. Absolutisht asgjë nuk është e pamundur për të arritur atë qëllim që Zoti ka për Kosovën, për Gjakovën, për çdo shtet të këtij globit. Por çka kërkon? Kërkon përulësi. Kërkon përulësi. Edhe neve shikojmë dhe më thënë, po ato duhet të bashkohen, ato kisha, ato pastorë duhet të bashkohen. Gjithmonë e themun. Në qoftë se do të bësh në një gjë për Zotin, filloj në veten tënde. Mos prit tjetri ta bëj. Ti bëja. Gjithmonë e them vetësime. Sa të presun për atë denominacion të ndryshoj, duhet filloj unë të ndryshoj. Edhe në qoftë se unë ndryshoj, çdo gjë ndryshon edhe për qartë meja. Fjala e Zotit tek Isaia thotë që shikimi për nis është mbi ata që kanë zemër të përulur, frymë të penduar dhe që dridhen nga fjala e Zotit, kështu që jam pikërisht ato çfarë ju i thoni për neve. Por e përmendet që sot jeni në misionin Një ditë në jetë, sot është dita që kur do që dëgjojnë këtë mesazh të fillojmë e të kuptojmë rëndësinë dhe fuqinë e unitetit. Dhe Eriona, jemi në fund të kësaj interviste, me shpresë që ne do të kemi prapë në intervista tjera, në momente tjera kur do të shikojmë dorën e Zotit dhe punën e Zotit përmes jetës tonë në këtë vend e kudo që ka shqiptar, e vende tjera në përbot. Mesazhi juaj përfund, si do inkurajojë të kishën shqiptare në këto kohë, një thirrje për në unitet. Fjala ime që dua të them dhe më thënë për kishën shqiptare, si në Kosovë, si në Shqipëri, i bëj thirrje vëllezërve dhe motrave të mia, dhe më thënë, çfarë do lloj titulli që ti ke, çfarë do lloj thirrje që Zoti të ka dhënë. Unë bëj një thirrje për uluni përpara Zotit, bëj çdo gjë që tjetë mundi që të mbani paqe midis njëri tjetrit, formoni unitetin në komunitetet e juaja, sepse njerëzit rreth e përqark nesh janë duke vdekur, duke mos e njohur të vërtetën e Jezus Krishtit. Çmimi është shumë i lartë që neve paguajmë. Ndarja midis njëri tjetrit, grindje midis njëri tjetrit, nuk lejon ato që nuk njohin Zotin që të vinë të njohin jetën e përjetshme. Çmimi është shumë i madh. Edhe neve nuk mund të jemi një pengesë për shumë njerëz në qytetet tona, në komunitetet tona të vinë në njohurinë e Jezus Krishtit. Edhe vetmja mënyrë si ato do vinë edhe do gëzohen për ta dëgjuar ungjillin është duke na parë neve që ta duam njëri tjetrin, edhe duke parë ato që neve duam njëri tjetrin, ecim në unitet me njëri tjetrin, ato do shikojnë Jezusin, forcën e Jezusit, dashurinë e Jezusit, edhe ato do vinë në njohjen e Jezusit, edhe jeta e tyre do shpëtohet. Edhe nuk ka gëzim më të madh, edhe arritja më të madhe për neve si të krishterë që të përdoremi që Zoti të shpëtojë jetët e njerëzve. Motër e dashur dhe bekuar, ishte nder dhe kënaqësi të kemi në emisionin Një ditë në jetë, dhe ne lutemi dhe të urojmë që Zoti të bekojë në çdo sferë të jetës tonë. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit pastërit tonë. Dëgjues të dashur, ishit në emisionin Një ditë në jetë me Eriona Grabocken. Dëgjuat thirrjen e saj, pritjen e saj dhe vendosjen e saj për të vënë në shërbim ndaj Perëndis, dhe duke na inkurajuar që
ne duhet të ecim në unitet. Ashtu sikur psalmisti thot, ashtu sikur Jezus u lut, dhe ashtu sikur edhe të veprat mësuam që ata jetonin dhe në unitet dhe fitonin simpatinë e njerëzve. Unë dua t'ju lo me disa vargje duke lexuar pikërisht për këtë çfarë kemi dëgjuar nga libri i Efesianëve kapitulli 4 prej vargut 1 deri në vargun 7. Thot kështu: Unë pra i burgosur për Zotin, ju bëj thirrje që të esni densisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët, me çdo porollësi e zemërbutësi, me durim dhe duke duruar njëri tjetrin me dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Edhe një herë, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Është një trup i vetëm dhe një frym i vetëm, sikur se ju thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe atë i të gjithëve, që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Por secili nga ne i u dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Gëzimi dhe paqja e Zotit qofshin me ju kudo që jeni. Zoti ju beqoftë shumë.